Allah kështu e kalon këtë po merr një shembull, krejt njerëzit kanë me besu, kanë me thonë pas ka Zot. Kur të lind dielli ka perëndimi. Allah po atë nuk e pranon besimi. Allah mund të më çon ndonjë argument, ndonjë shen, që krejt njerëzit bindën që ka Zot, edhe duhet me besu, edhe duhet me e jetu fen. Mirë po, Allah na ka dhënë informata përmes shpalljeve, edhe ka dërgu pejgamber, se nuk mundet njeriu me mësu vetë librin e Allah subhanahu wa taala. Allah mundet me dërgu ndonjë shenjë, ndonjë argument që krejt njerëzit me u bind. Mirë po, ku po jetë ai besimi pastaj? Se kur është diçka konkrete, s'ki çka me besu aty. Nuk është më ai besim. Është çka po shihet. Po e kalon Allahu që pak me u mundu, edhe aty vinë shpreh pastaj shpirtat ka anojnë, ka shkojnë, se e pranon.